Kuvendi është përballur me një sulm kibernetik që ka pasur në fokus hakerimin e bisedave të deputetëve në postën elektronike. Grupi Homeland Justice ka publikuar në Telegram një imazh të inboxeve të hakeruar, ku bie në sy korrespondenca mes deputetëve dhe administratës së Parlamentit të Shqipërisë, lidhur me dokumentacione që përdoren në komisione dhe seancat parlamentare. Të gjitha bisedat dhe korrespondenca e anëtarëve të korruptuar të kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë më afër jush se sa mendoni. Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju përgjithmonë, thuhet në faqen zyrtare të Homeland Justice në Telegram. Hakerat thonë se kanë akses të plot në infrastrukturë kibernetike të kuvendit. Më herët, grupi Homeland Justice ka sulmuar edhe institucione të tjera shtetërore, duke siguruar dhe më pas publikuar të dhëna sensitive të qytetarëve shqiptar, e po ashtu edhe shkresa e komunikimit të zyrtarëve shtetëror.